Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla. Sadaqallahul azim. Në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Ka shpëtuar ai që pastrohet, përmend emrin e Zotit të vet dhe fal namaz. Kaptina Ala, ajetet 14-15. Të nderuar besimtar, vëllezër dhe motra, me zemrat të mbushura plot besim dhe shpresë në shpërblimin e krijuesit ton, të lumtur dhe me zemrat plot mirënjohje dhe falënderim e presim festën e Fitër Bajramit. Kjo festë e bekuar është ditë e madhe për çdo besimtar. Është ditë që kurorëzon mundin dhe flijimin ton një mujor për të forcuar dhe ushqyer aspektin ton shpirtëror dhe për të mbushur veten me energji që do na shërbej për një vit. Mërzia e largimit të këtij mysafiri të bekuar mbulohet vetëm nga ndjenja e kënaqësisë dhe gëzimit për përmbushjen e udhëzimit të Allahut fuqiplot, që na mëson të pastrojmë shpirtin ton. Andaj, le të jetë kjo ditë feste për të gjithë ne. Allahu u pranoft agjërimin dhe të gjitha ibadetet e Ramazanit. Në emrin tim dhe në emrin e çdo nënpunësit të muftinisë të Bashkisë Fetare Islame Ngostivar, ju uroj përzemërsisht, me fat festa e Fitër Bajramit, gëzofshi pranë të dashurve tuaj për shumë vjet.